Vllaznia drejtuar nga trajneri Artur Laxha ka bërë një përfaqësim dinjitoz në garat e kampionatit kombëtar të peshëngritjes për të rritur, ndonse konkurrimi i saj ka qenë me element të ri fal talentit që disponojnë peshëngritësit kuqeblu, ato ishin mes më të mirëve të kampionatit. Vendi i tretë si ekip pas Tiranës dhe Partizanit, në xhirin e të cilëve ka element me përvojë, konsiderohet një sukses për ekipin e vllaznisë dhe njëkohësisht një garanci që me këtë brez të talentuar shumë shpejt do të mbërrijë në krye si kampione ekipore. Megjithatë, edhe pse me element të ri në konkurimin individual, vllaznia arriti të nxjerrë një kampion kombëtar dhe ai është Sajmir Laxha, i cili duke konkuruar në kategorinë e peshës deri në 71 kg, ngriti 288 kg duke u shpallur kampion i kësaj peshe, duke lënë pas në vend të dytë dhe të tretë peshëngritës me përvojë si Samuel Rasa dhe Flavio Aldiaj. Një prezantim shumë të mirë nga ekipi vllaznisë bëri dhe Antonino Mëllisi, i cili u renditi dyti nën kampion i peshës deri në 79 kg. Duhet theksuar se Mëllisi konkuroi në një peshë me peshëngritësin e njohur Brigancalia, i cili shkëlqeu me 342 kg në total, duke u shpallur edhe si sportisti më i mirë i aktivitetit, ndërkohë që në vend të tretë në këtë peshë është renditur Sajmir Xhepa, pas Sajmir Laxhës dhe Antonino Mëllisit. Rezultatin më të mirë individual nga vllaznia realizoi peshëngritësi Klevis Bazi, duke u renditur në vend të tretë, ndërkohë që Samuel Kola u rendit në vend të katërt.